Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sot po bëjmë gati një ëmbëlsirë 8 unike. Nuk besoj se e keni parë ndonjëherë këtë recetë, pasi unë të ke bërë disa eksperimente të ndryshme në kuzhinë, arrita që ta sjell edhe këtë recetë, e cila me të vërtetë ka shumë shije. Ju sugjeroj që ta provoni sepse nuk do të gaboni nëse zgjedhni që ta gatuani edhe ju. Duke u bazuar në recetën që po qarkullon në rrjetet sociale, çokolata virale e Dubait, kam sjell një përzierje dhe një mix të kremit me ëmbëlsirën e Dubait. Fillimisht në një tenxhere pak më të madhe do të shtojmë 100 gram me gjalp. Vazhdojmë në zjarr mesatar, presim një herë derisa gjalpi të shkrihet. Te gjalpi i shkrir, shtojmë 250 gram kadaif të coptuar imët. Vazhdojmë në zjarr mesatar, e fërgojmë kadaifin për 5-6 minuta derisa të na merr një ngjyrë të bukur të kuqrant. Do ta fërgojmë derisa kadaifi na merr kështu një ngjyrë të bukur dhe të kuqrant. Tani duhet që të shtojmë krem fëstëko. Në total do të shtojmë 250 gram krem fëstëko. Dhe vazhdojmë përzihen derisa kadaifi dhe kremi i fëstëkut të bëhet gati. Kadaifi është i nxehtë, edhe tigani është i nxehtë. Do të ndihmojnë kremit të fëstëkut që të shkrihet më mirë dhe të bëhen bashkë më mirë me kadaifin. Është mirë shtoni pak më tepër krem fëstëku që kadaifit ju betet pak më i lëngshëm, sepse gjithë e dimë se kadaifi e tërheq shumë lëngun. Edhe nëse i shtojmë sherbet, ka nevojë për më tepër sherbet, pra gjithmonë tërheq më shumë lagështi. Tani marrim gota ku do të vazhdojmë që t'i shërbejmë ëmbëlsirat dhe në fillim poshtë secilës gotë do të shtojmë pak nga kremi me fëstëk dhe kadaif. Vazhdojmë tani që të përgatitim kremin. Në një tenxhere më të madhe shtojmë 1 litër me qumësht. Te qumshti shtojmë 10 lugë gjelle me sheqer, pak aromë vanilje, nëse nuk keni, mund të shtoni edhe vanilë sheqer. Tani vazhdojmë që te qumshti shtojmë 3 lugë gjelle me një shiste, 3 lugë gjelle me miell, si dhe 2 dverdhat e vezës. Përzihem mirë që të sigurohemi që te kremi nuk do të na mbiten trupa dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar, duke mos e ngutur që mos na ngjitet kremi, do ta zihem për disa minuta derisa të fitoj trashësinë e dëshiruar. Por ju lutem qëndroni afër duke e përzier. Zihem derisa kremi të fiton këtë trashësi dhe konsistencë dhe e largojmë nga zjarri. Te kremi i vali nxehtë, vazhdojmë që të shtojmë 75 gram margarinë, mund të shtoni edhe gjalp të pakripur. Nga nxehtësia e kremit, margarina do të shkrihet shpejt. Vazhdojmë përzihem. Tani vazhdojmë që brenda te kremi të shtojmë edhe një pako me shllak. Mund të përdorni shllak krema, mund të përdorni shllak pena, por nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt, mund të zëvendësoni me 200 ml krem pana ose hopla për ëmbëlsira. E shtojmë edhe kremin dhe vazhdojmë përzihem edhe një herë me tel kuzhine, derisa të fitojmë një krem të mirë. Vazhdojmë tani me kremin që përgatitëm, të shtojmë nga pak në secilën prej gotave. Pra po e vrini kremin se sa i mirë që ka dalë. Pasi mbushim gjitha me krem, vazhdojmë që ta përgatisim tani edhe pjesën e tretë me të cilën do t'i mbulojmë sipër ëmbëlsirat. Në një enë më të vogël shtojmë 100 gram çokoladë. Është mirë që të zgjedhni çokoladë prej qumshti, unë po përdor çokoladë Milka. Sipër çokoladës shtojmë 150 ml krem pana për ëmbëlsira dhe vazhdojmë në zjarr mesatar derisa çokolata të shkrihet. Tani me çokoladën e shkrir i mbulojmë sipër ëmbëlsirat.
Sipër, do të bëjmë kështu disa vija me krem fëstëku. Ndërsa disa prej tyre kam vendosur që t'i bëj me çokoladë të bardhë. Çokolada e bardhë njëjtë është e qumshtit, kam shkrirë në të njëjtën mënyrë, çokoladë të bardhë bashkë me krem pana. Gjithçka që duhet bëjmë është të lejojmë që ëmbëlsirat të ftofen në frigorifer. Unë do t'i lë që të qëndrojnë dhe të ftofen dikun për 1 deri në 2 orë. Dhe pastaj, si gjithmonë, do t'a bëj demonstrimin e recetës nga afër.